Një gjesti rrallë human ka prekur zemrat e mira njerëzve. Këngëtari Labinot Tahiri ka bërë të ditur se nga kjo verdhe në vazhdim do të ndaj nga 150 euro nga çdo mbrëmje muzikore dhe dasëm për Oelin, djalin e artistit të ndjerë Shpat Kasapi. Përmes një mesazhi prekës në rrjetet sociale, Labi tregoi se Shpat Kasapin e kishte mik dhe koleg prej vitesh, ndërsa familjen e tij e kishte ndihmuar edhe më herët. Megjithatë, këtë herë ai vendosi të marrë një angazhim afatgjatë, duke premtuar se para shkosa Zoti do t'i jap mundësinë të këndojë, do të kontribuojë financiarisht për shëndetin dhe jetën e Roelit. Nga ky sezon e tutje, dhe për sa kohë Zoti ma jep mundësinë të punoj, nga çdo mbrëmje vjetore muzikore dhe dasëm do t'i ndaj nga 150 euro për Roelin, për shëndetin e tij dhe për ditët e jetës së tij, shkroi ai. Labi thekson se gjithçka do të bëhet në mënyrë transparente dhe deklaruar, ndërsa shuma do t'i dërgohen nënës së Roelit, Selvijes, e cila kujdeset për të birin. Në mesazhin e tij, ai u bën thirrje edhe kolegëve artistë që ta kujtojnë Shpat Kasapin jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Ende ja këndojmë këngët, e kujtojmë me mall dhe flasim për të, por përveç fjalëve, të tregojmë dashurinë dhe me vepra, ta ndihmojmë familjen e tij sa herë të kemi mundësi. Besoj se kjo është dhurata më e bukur që mund t'ia bëjmë kujtimit të Shpatit, u shpreh ai. Na duhet të rikujtojmë se Shpat Kasapi ndoroi jetën në nëntor të vitit 2025 në moshën 40 vjeçare gjatë qëndrimit në Itali. Lajmet rënditin bashkëshqiptare, ndërsa familja sqaroi se këngëtari humbi jetën si pasojë një arresti kardiak. Në atë periudhë ai ndodhej në Itali së bashku me bashortën dhe djalin e tyre, Roelin. Ikja e tij e parakohshme la pas jo vetëm një karrierë të suksesshme muzikore me 10 hite të dashura për publikun, por edhe për djalin e tij të vogël, për të cilin tashmë shumë artistë kanë zgjedhur të bëhen një mbështetje.